Gjatë ditës sotme kemi pranuar raportin nga procesi i deritashëm i rinumërimit të vendvotimeve nga komunat të ndryshme të Republikës Kosovës, që po zhvillohet në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Dua të rikthej në vëmendje se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vetë iniciativë ka zhvilluar procesin e verifikimit të rezultateve zgjedhore nga disa komuna, nga disa vendvotime dhe pas kësaj ka marrë vendim për rinumërimin e fletvotimeve në 914 vendvotime. Sipas vendimit të KQZ-s të datës 13 janar, në 10 komuna do të bëhet rinumërimi i të gjitha vendvotimeve, ndërkaq në 28 të tjera vetëm nga 10% të vendvotimeve. Ky proces është në zhvillim e sipër. Veprimi i KQZ-s është ndërmarrë me qëllim të garantimit të saktësisë së rezultateve zgjedhore dhe për të siguruar që vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës të regjistrohet dhe të reflektohet në mënyrë të saktë, ashtu siç është shprehur prej tyre në fletvotime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përmbushje të mandatit të saj kushtetues dhe ligjor mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor, në transparencë dhe në ruajtjen e besimit të publikut në procesin zgjedhor. Për të qenë plotësisht transparent në këtë proces, rezultati i çdo vendvotimi të rinumëruar është pasqyruar në platformën e KQZ-s për rezultate. Siç e theksova në fillim, gjatë ditës së sotme kemi pranuar një raport pas rinumërimit të më shumë se gjysmës së vendvotimeve sipas vendimit të datës 13 janar. Sipas raportit, kur flasim për votat e subjekteve politike, ndryshimet e identifikuara janë minimale dhe pothuajse të papërfillshme. Kjo do të thotë se rezultatet e subjekteve politike janë numëruar dhe paraqitur saktë. Për dallim nga votat për subjekte politike, të dhënat për kandidatët pas rinumërimit paraqesin një shkallë të lartë të pasaktësive në numërim. Sipas raportit, nga vendvotimet e rinumëruara në qendrën e numërimit të rezultateve, rezulton se pas rinumërimit në QNR janë zbritur nga rezultati 36.007 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në QKN. Po ashtu, pas rinumërimit u janë shtuar 20.978 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar saktë në qendra komunale të numërimit. Ndryshimi në numrin e votave të kandidatëve pas rinumërimit tregon se procesi i numërimit të votave të kandidatëve brenda subjekteve politike ka pasur pasaktësi. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumërimit në QNR të komunës së Prizrenit janë zbritur nga rezultati 20.323 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit të Prizrenit. Po ashtu, pas numërimit u janë shtuar 16.366 vota kandidatëve, të cilët nuk ishin regjistruar saktë në qendrën komunale të numërimit. Megjithatë, në komunat tjera të rinumëruara nuk vërehen dallime të mëdha në votat e kandidatëve. Ndryshimet përfshin gabime eventuale të regjistrimit të votave të kandidatëve dhe shtimin e votave si rezultat i rivlerësimit të fletvotimeve të pavlefshme, por në vendvotime të caktuara janë evidente ndryshime të mëdha tek disa kandidatë. Sot para mbledhjes së KQZ-s, ky raport është diskutuar në mbledhjen e Këshillit për Operacione Zgjedhore, nga ku ka ndalur 2 rekomandime kryesore. Rinumërimi i të gjitha vendvotimeve edhe për 28 komuna të tjera, ndërprerja e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Prizrenit. Në fund, në emër të KQZ-s, ritheksojmë se gjetjet nga procesi i rinumërimit do t'i adresojmë në Prokurorinë e Shtetit dhe në të njëjtën kohë ofrojmë bashkëpunimin e plot institucional në procesin hetimor. Andaj, ftoj të gjithë anëtarët që të miratojnë raportin nga procesi i rinumërimit dhe 2 rekomandime që kanë dalë nga mbledhja e Këshillit për Operacione Zgjedhore. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdrav za sve. Sa velikim žaljenjem čujemo ove rezultate koji dolaze iz Prizrena i zaista se stvorila jedna atmosfera i nepoverenje građana prema institucije. Podržavam preporuku koju je dao direktorijat da se prebroje sve glasovi u svim opštinama i predlažem da se uvrste i glasovi iz dijaspore, da se prebroji glasovi iz dijaspore s obzirom da ima veliki prigovor građana da su poslali glasovi, a glasovi nisu stigli u našoj državi. Još jednom, s obzirom da postoji to nepoverenje, ja bih predložio da se i ovi glasovi iz dijaspore prebroju kompletu. Unë pajtohem me raportin.
edhe me rekomandimet, në vërtet është një gjendje faktike. Pajtohem edhe me rekomandimin e shkarkimit Komisionit Komunal Zgjedhor në Prizren. Mendoj se aty do të përfshihen të gjithë personat që janë pjesë e Komisionit Komunal, përfshirë edhe zyrtarin komunal, dhe më thonë që është zyrtari ekzekutiv. Se i përket propozimit të kolegut, nuk kam diçka kundër, me qenë se unë e di se votat nga diaspora janë numëruar në QNR, jo në QKN. Dhe më thonë, është një çështje që është vërtetuar në QNR, nëse ka rezerva apo ka dyshime për pasaktësi, ajo është një çështje tjetër, unë mendoj se duhet bëhet konkretisht, po ato janë numëruar në QNR dhe nga QNR-ja ne po i nxjerrim faktet, mbas cilave po konstatojmë edhe mandej po marrim vendime. Faleminderit. Natyrisht se mbështes propozimin i cili ka dalë nga Kozi, i cili u hiqet nga zoti Elxhani, dhe natyrisht nga ajo çfarë ka dalë në rinumërimin e votave nga komunat në 10% determinon edhe domosdoshmërinë e rinumërimit të votave në gjithë Kosovën, për gjitha vendvotimet, në mënyrë që të pasqyrohet saktë vullneti qytetarëve të Republikës Kosovës. Kuadër kësaj, na duhet të ndjekum edhe linjën e përgjegjësisë të gjitha nivelet, për secilin i cili ka pas mundësi të kontrolloj apo të jetë përgjegjës në raport në atë çfarë ka ndodhur, jo vetëm në Prizren, po kudo që shfaqet një parregullsi e tillë. Aktualisht mendoj që duhet të shkojmë me shkarkimin e komisionit ashtu që është Këshillit Komunal Zgjedhor, që është paraparë edhe nga komisioni, sa i përket zyrtarëve tanë të cilët janë punëtorë të përhershëm këtij institucioni. Mendoj që ditëve në vazhdim ne duhet ta bëjmë një analizë edhe të bimë në përfundime për përgjegjësinë e secilit, i cili ka pas gjatë gjithë këtij procesit, pavarësisht a janë zyrtar komunal apo zinxhiri i përgjegjësisë vije deri këtu. Unë mbështes edhe një herë domosdoshmërinë e rinumërimit të votave në gjithë Republikën Kosovës, edhe si antar i KQZ-s, por edhe si kërkesë partisë të cilët unë e përfaqësoj në këtë institucion. Fillimisht duhet me thonë që gjetjet që kanë dalë mbas raportit që është prezantuar janë shqetësuese, jo vetëm për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mirë po edhe për opinionin publik. Është lajm i mirë që dallimet midis partive politike kanë qenë papërfillshme dhe në një segment i këtyre zgjedhjeve minimalisht ka kalu mirë. Tani, për fat keq, komuna e cila ka qu në ekstrem mos përputhjen e votave midis kandidatëve është komuna e Prizrenit, ku pjesa më e madhe e votave që shpërputhen janë të kësaj komune. Janë disa komuna, për hir të opinionit publik, duhet me thonë që gjetjet janë minimale e për fat keq për shkak të disa komunave tjera edhe këto komuna duhet me shku në rinumërim, sepse nuk kemi asnjë argument që të mos i çojmë gjitha komunat në rinumërim, po ndonjëherë afër drurit të thot e pson edhe i njomi. Ka po ashtu një armate numëruesve që kanë qenë për vendvotime, që e kanë kry punën që duhet, mirë po janë disa tjerë një grusht i tyre, të cilët, do me thonë, kanë manipulu, edhe për fat keq një hije e keqe ju bie gjithë tjerëve. Tani sa i përket shkarkimit të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, nuk e di nëse është kjo zgjidhja më e mirë, ata edhe ashtu e kanë përfunduar mandatin, sidoqoftë nëse kërkohet një përgjegjësi prej këtij institucioni, atëherë okej, në rregull, mund ta mbështesim edhe këtë. Dhe e fundit,
propozimi i kolegut që të rinumërohen votat e diasporës, mendoj që është problematike me nxjerrë diçka prej atyre votave, sepse ato janë numëruar, siç e tha kolegu Kurteshi, në qendrën e numërimit të rezultateve, domethënë në institucionin ose në mekanizmin që ka zbulu keqpërdorimet e niveleve tjera. Edhe njerë për hir të opinionit publik, du ta evidencoj që këtë proces e ka nis Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pa ja kërku askush. Verifikimin e votave me 2% e kemi nis vetë. Vendimin që të shkohet në rinumërim të pjesshëm, diku edhe në rinumërim të plot, e kemi nis vetë. Domethënë puna që e kemi kry deri sot është me vendimin ton, edhe qëllimi ka qenë që të rikthehet integriteti i procesit zgjedhor. Tani nuk jemi shumë krenarë dhe shumë të lumtur me gjetjet që kanë dalë, dhe unë mendoj për shembull që këto janë një argument i mjaftueshëm që përgjegjësia e secilit individ që ka qenë i përfshirë në këtë proces prej hallkës më të poshtme deri në maje duhet të ndiqet deri në fund. Natyrisht e mbështes raportin edhe vendimin e pa kompromis që të shkohet në rinumërim total. Okej, nëse s'ka dikush diçka tjetër, atëherë lidhur me kërkesën e Almirit do ta diskutojmë pas kësaj mbledhje. Nëse ka diçka, por rekomandimi nga Këshilli për Operacionet Zgjedhore është ky, do të thotë rinumërimi në të gjitha komunat tjera dhe shkarkimi i përfaqësuesve politik, përfaqësuesve të partive politike në Komisionin Komunal në Prizren. Kush është për? Atëherë me 11 vota për, miratohet.